Ju përshëndes miq të FSHF-TV. Jemi si çdo javë në analizë superiore për të diskutuar mbi elitën e futbollit shqiptar. Është zhvilluar java e 31 a Biznes Superiore, teksa janë prodhuar disa rezultate që kanë bërë kampionatin akoma më interesant. Është përcaktuar verdikti i parë me Vllaznin që pas fitores minimale me Teutën arriti që të sigurojë pjesëmarrjen në Final Four duke u ndihmuar edhe nga barazimi i Bylisit dhe Dinamo City. Në krahun tjetër Elbasani merr vendin e dytë duke arritur që të fitojë me jo pak vështirësi ndaj Partizanit, ndonse luajti me 10 futbollistë për pjesën më të madhe të lojës, teksa në anën tjetër gara për mbjetesën mbetet mjaft e fortë. Tirana mori një fitore të rëndësishme ndaj Egnatias, ndërkohë që në anën tjetër flamurtari u ndal në një barazim me skuadrën e Vorës. Gjithsesi do ndalemi hap pas hapi tek 5 takimet e Biznes Superiore, por fillimisht si gjithmonë dua të përshëndes Xhan Tukun, videoanalistin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Përshëndetje Xhan. Përshëndetje Jurgen. Kënaqësi, gjithmonë kënaqësi. Ke qenë i angazhuar, por gjithmonë e gjen hapësirën për t'ju dedikuar dhe elitës futbollit shqiptar. Po, e kemi marrë normalisht edhe ky mision është me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi, edhe ja vlen të bëjmë analiza dhe të analizojmë gjëra që realisht mund t'ja vlen për sa i përket ndeshjeve të Biznes Superiore. Ne flasim javë pas jave se gjërat janë bërë interesante sepse i afrojmë i fundit, gara mbetet e hapur për Final Four, është zbuluar skuadra e parë që do të marrë pjesë në finalet e kampionatit. Duelet për mbjetesë janë gjithashtu shumë interesante sepse tashmë janë në distancë, janë rezervuar pjesa më e madhe e ndeshjeve direkte me skuadrave të fundit të klasifikimit. Si e ke parë këtë javë të 31, çfarë prodhoi në kornizën e përgjithshme? Prodhoi surpriza, prodhoi futboll, prodhoi rezultate që nuk i prisnim, sepse për mënyrën se si ishte curia këtyre ndeshjeve, se për shembull ta shohësh në fillim që një ekip të dalë me karton të kuq dhe pastaj të fitojë ndeshjen 13-0 siç ishte Elbasani me Partizanin, është surprizë me thënë drejtën, por gjithsesi është kompliment e ekipeve gjitha, sepse realisht edhe ky kampionat ka pasur se çfarë ofroi edhe çdo ekip po vazhdon po lufton deri në fund për synimet e saj. Edhe formati i ri Final Four e ka bërë akoma më interesante garën, sepse pas përfundimit të sezonit të rregullt përgjysmohen pikët dhe ndaj është diçka shumë e rëndësishme për të thënë e theksuar se çdo ekip, pavarësisht se siguron pjesëmarrjen në Final Four si në rastin e Vllaznis, do të garojë deri në fund për fituar çdo pikë të mundshme, sepse në fund diferenca nuk mund të jetë ndoshta kaq e madhe siç është aktualisht në tabelën e klasifikimit me Elbasanin e Gnatian që janë ndjekësit më të afërta. Ndoshta Elbasani e Gnati, por në këtë moment që po flasim, ato janë të shkëputura, ndoshta janë ato të treja që nëse sezoni do mbaronte tani do ishin ato që luftonin për titull, sepse pastaj me sa mos gaboj Dinamo City do të ishte 8 pikë larg vendit të parë në këtë moment, do ta kishte shumë vështirë duke për të marrë 9 pikë edhe të tjera tu më shumë, dhe ishte pak matematik e vështirë për ta. Megjithatë, ky sezon realisht ka pasur shumë bukuri, ka pasur shumë emocione dhe besoj se do të vazhdojmë kështu deri në fund të sezonit të rregullt paktën për mos kaluar te Final Four. Krahas Final Fourit, për t'u angazhuar pak edhe tek sfida e parë e javës së 31 të zhvilluar në fundjavën që lan pas, mbjetesa mbetet një surprizë e madhe me shumë enigma të panjohura, sepse kemi 4 skuadra të cilat garojnë për të shmangur 2 vendet e fundit. Flamurtari konkretisht nuk po arrin dot që të marrë rezultatet që dëshiron pavarësisht investimeve që ka bërë, një tjetër barazim me Vorën. Si e pe këtë përballje në linjat kryesore? Mendoj që nëse Flamurtari do donte patjetër të qëndronte në Biznes Superiore, do ta kishin fituar këtë ndeshje, nuk ja dolën dot, dhe mendoj që tani do të jetë shumë e vështirë për ta për të marrë për të qëndruar në Superligën shqiptare, sepse është realisht nuk ka probleme, është me shumë ndeshje të vështira përpara. Një barazim 1-1 me skuadrës e Flamurtarit dhe Vorës, një sfidë e cila u përcaktua nga 2 gola të shpejtë, teksa në minutën e 6 ishte Luis Felipa i cili realizoi golin e parë, ndërkohë që në krahun tjetër Kuqezin barazuan me Diavara në minutën e 13. Një takim i cili në gjuhën e shifrave të paktën u duk sikur kishte disbalans, kishte një skuadër që dominoi tjetrën, por në fund prodhoi vetëm një barazim. Po, dhe është një barazim i vyrë për Vorën, është me shumë Vora që i vlen më shumë kjo pikë, sidomos jashtë fushë se sa Flamurtari, megjithëse tashmë janë me pikë barabarta me Tiranën dhe me Bylisin gjithashtu. Megjithatë, nga gjua statistike, siç e the edhe ti, Flamurtari duhet në fakt mund të kishte marrë 3 pikët, sepse prodhoi më shumë mundësi, ishte ekipi që ishte më dominant në fushë, por në fund rezultati pastaj nuk gënjen. Po krahas rezultatit
flamurtari dhe Vorës, në anën tjetër panorama e gjithë javës së 31 vijoi me Tirana Egnatia në shifra 3-1, Vllaznia Teuta 1-0, Bylis Dinamo City 1-1 dhe Elbasani Partizani 3-0. Vijon skuadra e Vllaznisë që tjetë në krye të klasifikimit, teksa ka siguruar edhe zyrtarisht pjesëmarrjen në Final Four, ndjekur tashmë nga Elbasani dhe Egnatia, Vllaznia në kotën e 59 pikëve, Elbasani 56, Egnatia 54, Dinamo City 44, në të njëjtën kohë Partizani, shumë duel interesant sepse dhe në javën e fundit do të ndeshin me njëra tjetrën, por do ta prekim pak më vonë. Teuta 38, Vora 31, po aq Tirana, po aq dhe Bylisi dhe në vendin e fundit flamurtari me 26 pikë. Duket sikur duke përjashtuar ndoshta Teutën që është disi më larg arritjes së mundshme të objektivit Final Four, por dhe komode nga turistnia e fundit klasifikimit, pjesa tjetër janë gjithçka për gjithçka në çdo 90 minutash deri në javën e 36 sezonit rregullt. Asnjë ekip s'ka çfarë të humbë, gjithashtu dhe Teuta, sepse përderisa është edhe matematikisht aty, atëherë i bie që edhe ata mund të luajnë për diçka, se siç e ka flamurtari 5 pikë nga vendi i 7, edhe Teuta 6 pikë është nga vendi i 4, gjithçka mund të ndodhë. Megjithatë është e drejtë ajo që thua ti dhe mendoj që do jetë garë fort, do jetë garë edhe për të përcaktuar pastaj se si do të shkojë edhe renditja e Final Four deri në fund sezonit. Flamurtarin e prekëm pak dhe thamë që është një skuadër e cila pavarësisht investimeve dhe mënyrës se si i ka trajtuar ndeshjet e fundit që ka pasur edhe me rivalë direkt, nuk po arrin dot të shfaq fytyrën e dur, ndërkohë që Vora duket sikur po arrin që të sigurojë gradualisht ato pikët që i duhen për qëndruar komode. Ndonë se ndodhet një pozitë shumë të vështirë, sepse kemi 3 skuadra me të njëjtën kuotë. E sheh Vorën të rrezikuar po ajsa dhe Bylisi dhe Tirana, duke qenë se ka bërë një gjysmë sezoni shumë të mirë në pjesën e parë të kampionatit. Sigurisht, por ajo faza e tretë për ta pastaj ishte pak e vështirë dhe patën rënje, por tashmë po ka ardhur momenti dhe ata gjithashtu po luftojnë për çdo pikë. Megjithatë, sigurisht në ato pozita që janë sigurisht të treja shumë të rrezikuara. Edhe është pastaj edhe vendi 8 që shkon luan play-out me një nga ekipet e kategorisë parë, kështu që asgjë nuk ka mbaruar ende për asnjë nga ato ekipet derisa të mbyllet paktën sezoni i rregullt dhe të vendoset pastaj klasifikimi zyrtar se çfarë do ndodh. Po ndalemi pak tek statistikat e sfidës mes Flamurtarit dhe Vorës, ajo që edhe ju cekët më herët, pam një flamurtar agresiv, duke e ditur ndoshta dhe rëndësinë që kishte kjo sfidë, sepse tashmë kalendari do të jetë shumë i vështirë në vim, do ketë përballje me skuadrat që garojnë për zonën Final Four. Por krahas rezultatit 1-1, expected goal 1.41, 0.03 skuadra e Vorës. Një detaj që do ta diskutojmë më njëherë pasi të ilustrojmë dhe shifrat e tjera të statistikave. Gjuajtjet dhe në kuadrat 14-4 skuadra vlonjate, 6-1, një goditje, një gol i realizuar për ekipin e Vorës, mbajtja e topit 52-48 në përqindje, duelet fituara 125 me 86, dominim për ekipin kuqezi, goditje nga këndi konkretizuar me gjuajtje 8-2 për flamurtarin, 6-1 për ekipin e Vorës, duele errore 32-29, faula 15-20 dhe topat e rikuperuar 92-76. Gjojnë, kemi prekur shumë shpesh këtë pjesën e expected goal, po si mund të shënoj një skuadër kur expected goal është 0.03, se duket paksa e çuditshme. Është ajo gjuajtja e vetme në port ndoshta që ka ndikuar, sepse pastaj edhe ekipi i Vorak nuk është se prodhoi në një rast më konkret të rrezikshëm gjatë ndeshjes. Nga i rast erdhi dhe goli, pavarësisht se ka një numër shumë të ulët. Ndërkohë nga krau tjetër shikojmë flamurtarin që kishte prodhuar shumë më shumë, ka rritur një numër diku te 1.41 ishte dhe në fund rezultati ishte edhe ai që vlen. Shumë ai që vlen. Po sigurisht, po gjithsesi ne do ndalemi konkretisht tek rasti, duke nisur fillimisht me episodin e parë për zgjedhur në këtë sfidë. Ai minutës së 5 që solli dhe golin e skuadrës Vorës, pragmatiste, një mundësi, një gol dhe më pas një pikë në fund. Po, është e vërtet dhe ishte një aksion që nisi që nga rrjedhënia fundore dhe shikojmë se sa në gjerësi janë hapur të dy mbrojtësat e krahut Vorës, duke lënë dy mbrojtësat e qendrës 2-1 me Bincukan, i cili ishte aty përpara. Shikojmë më njëherë avancimin e mbrojtësit, ndrimin e krahut nga krahu i Vorës dhe shikojmë dhe Zunën që vazhdon që mban gjerësinë duke u larguar nga Maksuti, i cili praktikisht ishte sulmuesi i madh dhe ai që mund ta ndiqte. Këtu lëvizja bardhët bën diferencën për Bajramin, i cili fut një krosim zonë
Dhe rasti, ky është ai expected goal që ndoshta ishte topin lëvizje, ishte edhe portier, gjuajtja me kokë, prandaj ishte edhe numri i ulët në këtë rast i kësaj pjese të statistikës. Reagoi mjaft shpejt skuadra e Flamurtarit, sepse vetëm 7 minuta më vonë arriti që të krijojë një situatë e cila u konkretizua dhe deri diku edhe për merit të Diawara. Po kam përshtypjen që ishte më tej se sa merita individuale, apo jo? Ishte një organizim më i detajuar i skuadrës vlonjate. Po, është e vërtetë, edhe megjithëse rrezikuan pak në fillimin e aksionit golit, sepse kaluam nga një tranzicion mbrojtës që ekipi humbi një top mjaft rrezikshëm, edhe pastaj shkuan në sulm më shpejt, por ishte një organizim i mirë aty përpara që arritën të bëjnë dallimin. Ktu shikojmë ndërtimin e Flamurtarit me 3 lojtarë, sepse ishte Mbe ai që hapet si lojtari, si praktikisht bën një qendërmbrojtës i djathtë në këtë rast, dhe pikërisht ai lojtar i cili rrezikon shumë dhe madje humbet edhe topin në një zonë të rrezikshme që mund të ishte një rast shumë i mirë për ekipin Vorak, por pastaj Flamurtari arrin ta marrë topin, mundohet të luajë shpejt duke marrë parasysh se ishin 6 lojtarë të Vorës përpara. Edhe pas rikuperimit topin arrin që të krijojnë një rast mjaft mirë, edhe këtu shikojmë që Kasa vazhdon të jetë një nga pikët e referimit aty përpara për ekipin vlonjat. Dhe shikojmë lëvizjen e Binsuka, i cili i jep topin Diawara, bëhet si pikë mbështetje dhe përpas ky fundit arrin që të një gol gjen hapësirën me një depërtim në zonë në top. Përmendë pak Kasën, pamë dhe Binsukën që ishte i angazhuar, duket sikur afrimet e janarit deri diku po e bëjnë detyrën, por çfarë duhet bëjmë më shumë ky Flamurtar që të rikuperoj fillimisht atë diferencën për 5 pikësh që ka me zonën e play-outit, po e marrim si objektivin më të arritshëm edhe pse janë 3 skuadra dhe 31 pikësh dhe zona e shpëtimit. Normalisht duhet shënoj dhe të fitojë ndeshjet. Futbolli është shumë i thjeshtë dhe ta nuk është se ka nevojë mendoj për ndonjë shkencë. I kanë pasur rezultate që duhet i menin dhe to 2 javë të fundit nuk i kanë marrë. Dhe tashmë gjërat janë bërë realisht të ndërlikuara për ta, sepse kanë mbetur edhe 5 javë, mos gabohem. Kështu që 15 pikë lojë, asgjë nuk ka mbaruar, normalisht do të luajnë deri në fund, por kalendari bëhet i vështirë dhe këto ishin ndeshje direkte të cilat i vlenin shumë këtij ekipi. Për të expected goal, skuadra e Vorës pam që ishte shumë agresive. Po. Madje edhe në pjesën e përparme në repartin e avancuar, skuadra ishte me një pressing me 2 futbollistë në zonën kundërshtare. Mos ndoshta furi pak edhe në vështirësi kjo situatë, sepse dëshira për ta mbajtur sa më larg Flamurtarin krijoi hapësira mbrapa. Po, është diçka që ndodh, por me sa pash ishte një pressing që ishte i analizuar mirë nga ekipi Vorak, sepse të 2 lojtarët në maj shkonin bënin pressing të 2 nga qendërmbrojtësat e Flamurtarit, megjithatë pastaj varet edhe pjesa prapavijes, sepse janë tashmë në futbollin e sotëm, janë 11 lojtarë që bëjnë pressing. Këtu ekipi vlonjat për shembull vazhdon ka një si nga pikat e referimit përpara Maksutin, i cili zbret poshtë marr topin. Këtu megjithatë Kasa që tjetër pikë referimi për vlonjatët humbet topin dhe sjell në një tranzicion sulmues për ekipin Vorak, i cili nuk arrin dot të bëjë kërsimin e dur dhe të shkojë drejt gjuhës së sportit. Ti përmendë pak më përpara që për të realizuar objektivin duhet të realizosh golat. Flamurtarit nuk i munguan rastet me Binsuka, me Kasën, me sulmuesit e tjerë të cilët ishin të angazhuar gjatë këtij 90 minutëshi. Mendon që në këto 5 javë do të shohim një fytyrë tjetër të skuadrës kuqezi? Po, mendoj që po, sepse përderisa kanë akoma për të luajtur, janë akoma në lojë, nuk kanë edhe asgjë për të humbur, kështu që do mundohen të marrin gjithçka për gjithçka. Në fund të ditës, futboll çdo gjë ndodh, mund të marrin edhe 5 fitore rradhësi dhe marrin 15 pikë dhe mund të jenë edhe në zonën e shpëtimit. Dalemi pak tek rasti i Binsukës, minutën e 57. Po, këtu është një rast që është qarkullimi i ekipit Flamurtarit, prapë vazhdon ekipi Vorak me presingun e tij, por në këtë rast nuk ka avancuar një nga mesushori krahut djathtë dhe me një ndryshim ka shumë të lehtë Flamurtari del përpara. Dhe këtu është lëvizja e peshkës pas zbritjes së Binsukës, e cila bën diferencën sepse peshka shkon sulmon thellësinë nga krahu dhe fatkeqësisht për të nuk arrin dot të jap pasimin e fundit të dur tek Maksuti, i cili ishte i boshatisur në zonë dhe me një gjuajtje mund të vendoste në vështirësi ekipin e Vorës. Realisht skuadra e Vorës duket sigurisht skuadra më pragmatiste e këtij kampionati, sepse në ato pak mundësi që ka arrin të konkretizojë të marrë maksimumin, sepse një pikë në një transfert ndaj një rivali direkt besoj se vlen shumë.
Po, sigurisht edhe sidomos sepse është edhe jashtë fushës, sepse çdo ekip brenda fushës gjithmonë mundohet edhe shpeshherë arrin të ta tregojë forcën e vet dhe ekipet që janë në fund të renditjes, siç e kemi parë shpesh. Flamurtari është fusha e Flamurtarit është fushë e vështirë, stadiumi i Flamurtarit. Vllaznia për shembull nuk ka marr pikë fare këtë vit aty, që është në vend të parë dhe për një ekip si Vora që arrin të shkojë dhe të marr pikë, që është më siç e thash edhe më parë, është më vyrë për ta se sa për Flamurtarin. Tregon shumë dhe i mban ata në fort ngarë për mos të rënë nga kategoria. E shfrytëzoj maksimalisht këtë barazim mes Flamurtarit dhe Vorës, skuadra e Tiranës që arriti të mund kampionat në fuqi në Selman Stërmasi në shifra 3-1. Beson se Tirana tashmë ka nisur të marrë atë identitetin e Orges Shehit, sepse ka qenë një sezon shumë i vështirë. Të kesh 3 trajner përgjatë një sezoni, të ndryshosh idetë gjithmonë kur vjen një trajner i ri, sepse dihet që në momentin që ke ndryshime në bordin drejtues të pankinës, vinë të tjera filozofi. Beson se tashmë është Tirana e Orges Shehit kjo që po prezantohet? Mendoj që 2 javët e fundit mendoj që e kemi cekur pak edhe ne që Orges Shehi ka dhënë identitetin e vet kësaj skuadre dhe mendoj që po. Ja ka arritur, është tashmë Tirana e Orges Shehit, por ka ndikuar gjithashtu edhe afrimet e bëra në janar, sepse e ka ndryshuar pak edhe fytyrën e ekipit, ka pika referimi të tjera. Shikojmë jo vetëm Xhixhen që kemi përmendur për disa javë tashmë, por gjithashtu edhe Alvarez, portieri Visar Bekaj, kështu që ekipi Myslovic një lojtar që do të veçojmë gjithashtu po që është bërë pikë kyçe për organizimin e lojës nga ekipi. Nuk janë pak, janë 4 lojtarë, bëhet pothuajse gjysma e formacionit edhe realisht ka bërë, por duket edhe dora një trajneri që tash e njeh mirë atë ambient, ka dalë edhe kampion, edhe ka dhënë impaktin e tij në ekip. Një fitore 3-1 e skuadrës bardhë blu përballë Ignatias, teksa golet e shënuar në këtë sfidë nga Tabeku, Xhixa dhe Halili për skuadrën e Tiranës i përgjigj Buric në anën tjetër, sollën pikërisht një 3 pikë shumë të rëndësishëm për skuadrën bardhë blu, e cila tashmë shkon në kotën e 31 pikëve. Por nëse do të dalemi tek statistikat, tek ajo çka prodhoi fusha lojës referuar të dhënave statistikore, expected goal ishte 1.7 për ekipin e Tiranës, 1.65 për Ignatian, gjuajtjet dhe në port 6-3 për bardhë blu, 16 6 për Rogozhinasit, mbajtja e topit 32% me 68 për ekipin e Ignatias, duelet fituara 57-72, goditje nga këndi dhe gjuajtje 1 ka patur Tirana, e ka konkretizuar me goditje 10 ekipi e Ignatias, asnjë tentativë drejt portës, një detaj shumë interesant ky. Dueli erore 15-11, faulla 12-8, topa të rikuperuar 75-69. Kam përshtypjen se nëse shohim statistikat dhe nuk e dim rezultatin, t'ja prezantojmë dikujt që nuk e ka parë ndeshjen, dyshoj se mund të mendonte që do ishte ky rezultat? Vetëm expected goals që është e gënjur. E mbante ekuilibruar. Më bukur ishte tek Tirana që me një gjuajtje në port arriti madje edhe të shënoi. Me një korner gjatë gjithë ndeshjes, ndërkohë që Ignatia nuk arriti dot ta çoj topin në port. Është realisht ishte ndeshje shumë interesante, 2 filozofi të ndryshme, por Tirana tregon edhe një herë që në fushën, sidomos në fushën e saj tashmë, është bërë ekip që është shumë i vështirë për tu mundur. Pikërisht Myslovic është një nga lojtarët që përmendëm pak më herët si një nga lojtarët që po arrin të jap një impakt te kjo skuadër. Edhe në rastin e parë që kemi zgjedhur është pikërisht ai i cili e ka nxitur aksionin fillestar përtej elegancës që nuk diskutohet e Redon Xhixhës në pasimin për Tabeku. Kam përshtypjen që Tirana ka goditur në lëvizjet e janarit. Po, sepse është duket që edhe në prapavijë ai nuk ka frikë të shkojë ta marrë topin, ta nxjerrë ekipin përpara, pa qenë nevoja që ta nxjerrin gjithmonë qendërmbrojtësit. Dhe këtu nga ajo çfarë më bëri përshtypje mua në fakt është sepse edhe Ignati është një ekip agresiv dhe zakonisht nuk i lë këto hapësira lojtarëve. Dhe këtu shikojmë edhe një nga lojtarët e Ignatias që ankohet pse nuk shkojnë në pressing skuadër, megjithatë në këtë rast po vendosin të prisnin. Por Myslovic është aty dhe nxjerr një top të mjaft mirë mes linjave për Xhixhen, i cili arrin ta kontrollojë, madje gjithashtu edhe të triblojë një lojtar, edhe të japi një top për Tabekun, i cili me
depërtimet e tij së bashku me Xhixhen është bërë karakteristike tashmë lojës Tiranës në këtë sezon, duke arritur të shënojnë edhe golin. Duket sikur kanë gjetur një kimi mes tyre. Xhixha dhe Tabeku kam përshtypjen që kanë qenë mjaft produktiv në pjesën e dytë të kampionatit. Mendoj që dhe ardhja e Xhixhës, sepse Tabeku në fillimin e sezonit ishte ai që merrte frenat e ekipit aty përpara, ka pasur shumë aksione që i nxirrte vetë në mënyrë individuale, ndërkohë që me ardhen e Xhixhës i ka vënë aty lirin që të shprehë ato cilësitë e veta më të mira, të sulmoj mbas shpinës së mbrojtësve, të shfrytëzoj shpejtësinë e tij, kështu që do e mos golat e tyre dhe impakti i tyre në fushë ka qenë i rëndësishëm i të dyve. Nëse do të ndalemi pak edhe tek një tjetër lojtar është Ndong, ai i cili po ashtu ka spikatur gjatë kësaj pjese të dytë të sezonit, lëvizjet e tij, tranzicioni që ai bën, interpretimin në fushën e lojës, kam përshtypjen që është një futbollist me tipare shumë interesante. Po është një lojtar që është potent, fizikisht është mjaft mirë, është i shpejtë edhe në këtë aksion madje që ne kemi nxjerr ka treguar që diti ta lexoj mjaft mirë edhe lojën, duke krijuar, ishte ai që krijoi një rast shumë të rrezikshëm për Tiranën. Dhe këtu shikojmë për shembull Tirana është duke u mbrojtur me 10 vet, sepse Xhixha kishte ngelur përpara, është një 4-2-3. Dhe është pikërisht Ndong i cili shfrytëzon edhe një gabim të Hajmes, mbrojtësit djathtë të Ignatias, dhe me një mbi pozicion shkon të sulmojë më një herë përpara edhe të krijojë një rast rrezikshëm, pavarësisht se Xhixha ishte offside, sepse kishte ngelur mbrapa, por megjithatë është diçka që vlen për tu analizuar nga ky lojtar. Ishte një situatë me potencial, sepse në një moment tjetër, në një situatë tjetër, ndoshta mund të kishte patur një tjetër rezultat përfundimtar për te pozicionit pa rregull. Po edhe Ignatia nuk është se nuk dha asgjë në fushën e lojës, por te rezultati 3-1 që në një farë mënyrë duket zhgënjues për skuadrën kampione në fuqi, sepse një ekip që ka dominuar për 2 sezone me radhë, e ka humbur këtë vit agresivitetin, e kemi thënë, e kemi analizuar javë pas jave, pati dhe ajo mundësitë e saj. Për shembull Buric pati disa momente, madje në fundin e ndeshjes bën dhe një shtyll me Bakayokon. Po gjithsesi Buric është ai sulmuesi tipik që i përshtatet kësaj skuadre, duke lidhur pak edhe me episodin e radhës që kemi përzgjedhur. Tipike e skuadrës së Ignatis, sidomos në këtë sezon, edhe Buric edhe Bakayoko janë pak a shumë janë të ngjashëm në karakteristika, sepse janë sulmues gjatë, din të sulmojnë me shpinë, okay, pavarësisht pastaj se cili ka ato veçoritë e veta. Megjithatë, trajnerët e Tova ka mundësinë të zgjedh mes tyre dhe në këtë rast vendosi për të parin, dhe ai gjithashtu humbën disa raste nga ky lojtar, por ekipi prodhoi, nuk është se s'prodhoi, dhe me numra ishin aty me Tirana, madje me Ignatin që kishte bërë edhe më shumë gjuajtje. Këtu është një aksion që ne kemi nxjerr nga ndeshja dhe shikojmë Hajmen i cili futet, që është mbrojtës i krahut, dhe futet nga brenda për t'i hapur hapësirën në krah sulmuesit të djathtë Selmanit në këtë rast, dhe pikërisht Hajme i cili merr topin dhe fut një top në zonë që nuk ishte ky më i rrezikshëm, por i dyti me lojtarët e Tiranës që kishin harruar Buric në zonë dhe Bekaj që bën një mrekullim me këmbë duke treguar reflekset e tij, duke shpëtuar një gol sigurt, sepse ishte distanca shumë e vogël. Kjo skuadër, duke patur këto luhatjet, por duke parë dhe organikën që ka në dispozicion, beson që nëse arrin Final Fourin do ketë më shumë performanca kompakte, sepse ka patur luhatin rezultate. Arrin marrë një fitore të rëndësishme, pas zhgënjen në një ndeshje tjetër, nuk është ai ekipi që ka patur vazhdimsinë në 2 sezonet e fundit, për shembull që të bëj 4, 5 apo 6 fitore radhës siç e ka bërë sezonin e kaluar apo 2 sezone më herët. Edhe unë mendoj që nuk është Ignatia e 2 sezoneve që doli kampion. Edhe ekipi ka ndryshuar shumë përkundër se si ka qenë më përpara. Megjithatë, vazhdojnë të jenë kampionë në fuqi, vazhdojnë të jenë aty në nditje dhe përderisa janë aty kanë të gjithë të drejtën për të kërkuar dhe për të marrë edhe një herë titullin që do të ishte edhe i treti i radhazi për ta. Sigurisht që duhet të jenë më kompakt, duhet të jenë edhe më cinik ndoshta dhe të shfrytëzojnë më mirë rastet që i jepen, edhe pastaj për të munduar për të marrë rezultate, sepse loja është aty. Sepse edhe ndaj skuadrës Tiranës, përtej menaxhimit lojës dhe rasteve që krijuan që do të japin meritën për atë çka prodhuan në fushën e lojës, u kërcënuan edhe nga situata ku ishin ata superior apo ata në momente më të favorshme. Për shembull, nga një goditje nga këndi, nga një rivënjë anësore, skuadra e Tiranës më njëherë arrinte që të krijonte episode të rrezikshme në portën e Dajsinanit. Po, jam i bindur që edhe ky do të rast që trajneri Tetova me stafin e tij do ta kenë analizuar me skuadrën, sepse kjo korne ishte një korne
që ne do ta shohim tani në ekran, ishte një korner që u luajt me shumë pasime dhe nuk po vinte krosimi në zonë. Dhe këtu pastaj ishte ekipi i Tiranës arriti që nuk doli pra skema siç duhet. Ishte ekipi i Tiranës ai që arriti të marrë topin dhe të shkojë të sulmoj menjëherë me një tranzicion pozitiv kundër sulm, duke shkuar përpara dhe duke humbur një rast mjaft të artë 1-1 me vërtetin nga Kobiljar. Kobiljar në fakt u zvendësua më njëherë në fillimin e pjesës dytë, ndoshta ka ndikuar edhe ky rast, po kam përshtypjen që episode të tilla mund të peshojnë fatin e sezonit, sepse rezultati ishte ende i pasigurt për Tiranë. Një tjetër gol në këtë episod nuk kishte bërë diferencën. Shiko, kur fiton ka ca gjëra që shpesh harrohen dhe ne kemi parë dhe lojtarë të mëdhenj që përgjatë 90 minutave bëjnë shumë gabime dhe në fund arrin që në një gol që mund të jetë vendimtar për ta. Kështu që nuk mendoj që do jetë impakt shumë i rëndë për lojtarin personalisht dhe përderisa ekipi fitojë janë më të qetë dhe mund të vazhdojnë punën për të arritur objektivat që ata kanë. Po, por Egnatja në fillimin e pjesës dytë arriti që të barazoj shifrat. Po. Pikërisht fal një nga pikave më të forta që ka qarkullimin e topit, sepse pam duke kujtuar pak statistikat që ndoqëm më herët, mbajtja e topit është një nga elementet që skuadra e Tetovës dhe Brajës, në rastin konkret sepse tashmë është ai i cili po e drejton nga pankina dhe Tetova në tribun, erdhi dhe goli i Burić. Qarkullimi i vazhdueshëm i topit, një punim nga skuadra e Rogozhinës deri në konkretizimin e sulmuesit kroat. Pam gati një qarkullim 70% nga ana e Ignatias, edhe ishte pikërisht loja karakteristike që ata kanë, vendosja e një mesfushori të së bashku me linjën e mbrojtjes Fernandos në këtë rast, që rrin pothuajse gjithmonë si që në mbrojtje si majt le të themi, ekipi ndërton më 3+2 në mesfush dhe është pikërisht avancimi i Alijeve aty përpara. Dhe qarkullimi është shumë i rëndësishëm për këtë ekip siç e the dhe ti Jurgen. Mundohen të presin, të gjejnë hapësira, të zhvendosin ekipin kundërshtar derisa ata të marrin atë që ata duan dhe pasi qarkullimit të mirë gjejnë një hapësirë mjaft të rrezikshme në krahun e maç, u shfrytëzua me gol sepse u bë një rast praktikisht 2-1. Këtu ishin dy lojtarë që u vendosën me Aleksin dhe Aliev që kroson fillimisht në zonë, nuk kapet topi, por në topin e dytë Selmani ndihmon dhe arrihet që të krijohet, këtu nuk shkon asnjë, Tabeku kishte zbritur shumë poshtë, nuk ishte asnjë të hajme dhe arrihet që të çnohet një gol mjaft i mirë për ekipin e Gnatës në atë moment. Nuk i dhënë besim edhe skuadrës Rogozhinase që mund të merrte diçka, pavarësisht se më pas Redon Xhixa me 11 metrash dhe Djara Lili pas një goditje nga këndi arriti që të sigurojë fitoren për skuadrën e Tiranës. Por nëse Egnatja bën një hap të gabuar, në krahun tjetër, ekipi i Vllaznisë merr një fitore shumë të rëndësishme që vlen dhe arriti në një objektivi i pari për këtë sezon, sigurimi i pjesëmarrjes në Final Four. E meriton Vllaznia pozicionin që ka në renditjen e përgjithshme me ato që ka prodhuar në fushën e lojës në këtë 31 javë Xhan? Mendoj që po. Padyshim që po, sepse unë jam i mendimit gjithmonë se renditja nuk gënjen. Edhe nëse do ishin dy ekipe me pikë barabartë aty, padyshim që do e meritonin tishë. Por Vllaznia ka treguar që ka qenë konsistente përveç një pjesë të vogël në fillimin e sezonit, por kanë treguar që kanë qenë ekip konsistent, kanë treguar gjithmonë njëjtin futboll dhe janë ekip që me thënë të vërtetën kanë shumë alternativa. Kanë shumë lojtarë të cilët megjithëse janë ndruar edhe shpesh gjatë sezonit, por secili ka arritur ta jap impaktin e vet në një moment apo në një fazë tjetër të kampionatit. Një sfidë vendosur nga Kevin Dode, një element që ne kemi përmendur në fakt edhe në episodet e mëhershme për impaktin që ka patur në skuadrën e Vllaznisë që nga afrimi i tij në merkaton e janarit, një gol i realizuar në një situatë në fakt që do ta analizojmë edhe më vonë, por fillimisht ndiqim atë që ka prodhuar kjo sfidë në gjuhën e shifrave. Expected goal 1.93, dominimi i skuadrës Vllaznisë, 0.49 për ekipin Dursak, gjuajtje në port 13-3 për Shkodranët, 6-3 për Dursakët, një ekuilibër në këtë drejtim, mbajtja e topit 55-45% në favor të vendasve, duelet fituara 101-81, goditje nga këndi dhe gjuajtje 3-1 për Vllaznin, asnjë tentativë për ekipin bregdetar, dueli erore 19-10, faula 17-13 dhe topat e rikuperuar 88-80. Duket sikur statistikat shkojnë në të njëjtin linjë me rezultatin. Kemi një panoramë ngjashme sepse Vllaznia dominuese, expected goal gati 2, Teuta që është munduar por nuk ka arritur dot që të finalizojë mundësitë që ka patur.
Mendoj që dhe këto statistika nuk gënjejnë për atë çka ne pam në fushën e lojës. Vllaznia ishte më kërkuese dhe sidomos në stadiumin e vet, megjithëse kishin ardhur pas edhe një ndeshje të lodhshme në kupë në mesjavë, kështu që unë ishim ndruar dhe lojtar bën më të mirë, edhe ekipi Durrësak mundua të merrte dhe të krijonte raste, por Vllaznia nuk e ka as karakteristikë mbajtjen e topit, por në këtë rast ishte edhe ajo që mbajti pak më shumë topin në këtë përballje. Po duket sikur është rikthyer pak edhe tek identiteti i saj prezantuar në dy fazat e para ku sulmon me forca të shumta. Lidhur edhe me episodin e parë që kemi përzgjedhur, 5 lojtarë në zonën kundërshtar, tregues i dëshirës madhe që kishte ekipi për të gjetur golin apo diçka tjetër në këndvështrimin. Loja që bën Vllaznia ka theksuar edhe vetë trajneri Martini shpeshherë është se është realisht lojë që është shumë fizike, harxhon shumë energji. Këtu për shembull, ndryshe nga çka kemi parë në javët e kaluara, ekipi ndërton me 4 lojtarë, që Likovic është hapur aty si një mbrojtës i djathtë dhe Malja ka shtyr përpara. Këtu bëhet një gabim për të thënë vërtetën, por është Iago i cili arrin të rikuperojë mjaft mirë dhe duke ndalur një aksion mjaft rrezikshëm të ekipit të Teutës. Dhe Vllaznia menjëherë shkon sulmon sa më shpejt duke ditur që ekipi Durrësak është i paorganizuar aty mbrapa dhe shikojmë menjëherë 4-5 lojtarë në zonë dhe vetë Iago i cili arriti të rikuperojë topin, i cili shkon menjëherë edhe ai në zonën e kundërshtarit për të munduar për të shënuar. Po një statistikë tjetër që mund të referohemi apo një elementi tjetër që mund ta marrim si referencë është që ndonjëherë dëshira dhe presioni i tepërt krijon hapësira mbrapa, si në episodin e radhës me Teutën që krijoi një mundësi për të shënuar pikërisht nga një pressing i skuadrës vendase. Po dhe është një rast që ne kemi parë, mos gabojmë edhe në diku nga javët e kaluara, që Vllaznia pasi humbet topin mundohet të bëjë pikërisht një kundërpressing dhe mundohet ta marrë topin sa më shpejt të jetë mundur për të sulmuar më pas zonën kundërshtare. Dhe ekipet kundërshtare kanë arritur të dalin dhe të krijojnë dhe ata mundësitë e veta me tranzicionet sulmuese. Dhe këtu pikërisht është një top i gjatë përpara, cila vendos realisht në vështirësi sepse ishte një situatë 2-2 për ekipin e Teutës, megjithatë gjuajtja në port ishte lehtë dhe nuk ishte e rrezikshme për portierin Polës. Nëse nuk shënon, do ta pësosh. Vllaznia mjaft mirë, vetëm pak momente më vonë arriti që të realizojë me Kevin Dodaj. Përtej situatës dhe meritës që do t'i japim Dodajt, sulmuesit të kombëtarës 21 vjeçarëve të Shqipërisë, merit në ndërtimin e këtij aksioni marrin edhe Kallaku dhe Iago. Sidomos Kallaku që është kthyer në një element shumë të rëndësishëm për skuadrën e Martinit. Kallaku është pikërisht organizatori i avancuar aty përpara që merr frenat e ekipit në dorë, nuk ka frikë të marrë, të zbresit, filloi të organizojë lojën. Këtu ishte Gurishta që fillimisht ka luajtur si qendërmbrojtës i majt, ndoshta edhe përveç arsyeve të lodhjes, por gjithashtu edhe për të shfrytzuar, për të futur topat në mes. Kallaku në këtë rast ishte i hapur në krah, duke marrë parasysh që Malja kishte shkuar disi më përpara dhe ishte pikërisht ai që merr topin. Shikojmë Iagon që hapet në gjerësi dhe është Qato i cili kishte marrë një lojtar, një mbrojtës të Teutës me vete, lë topin që për Iagon që ishte komplet i lirë në zonë dhe ndoshta gol pak me fat mund ta themi sepse ishte përplasje pas goditjes balet, por ishin dy lojtarë kundër një në zonën e Teutës dhe Dodaj arrin të shfrytëzojë i pamarkuar dhe arrin të shfrytëzojë mjaft mirë një rast që i son avantazhin dhe goli fitores, le të themi. Pekim Balej për 6 ndeshjesh mos gaboj, më korrigjoni nëse nuk jam i sakt, nuk arritur dot që ta gjej rrugën e rrjedhës. Por mbetet një element shumë i rëndësishëm. Sa e ndihmon skuadrën pavarësisht se nuk arrin dot të konkretizojë rastet që i krijohen, sepse dhe në momentin që ne sapo ndoqëm, është goditja e Balejt që sjell një top në zonë, që më pas përfiton Dodaj. Balej është kyç për manovrën sulmuese të Vllaznisë dhe përderisa ekipi po vazhdon të fitojë dhe mbi të gjitha ai është lojtari që vazhdon është në krye të golazhnuesve në kampionatin shqiptar, atëherë nuk mendoj se ka diçka për të shqetësuar, por për shembull edhe ardhja e Dodajt i ka dhënë mendoj shumë freski ekipit aty përpara, ka dhënë opsione, shpesh herë kemi thënë javën e fundit që trajneri Martini kishte vlerësuar si ne quajtëm si Xholi, le të themi, sepse futej nga stoli edhe në pozicione ndryshme dhe arriti të bënte diferencën. Këtu arriti të kishte mundësinë e vet si titullar, duke marrë parasysh edhe ndeshjen që kishte skuadra në kupë dhe arriti të bëjë mjaft mirë duke shënuar, por edhe impakti që ka Balej aty përpara sepse
është një lojtar I cili arrin të bëjë diferencën jo vetëm me klasin që ka si lojtar, por gjithashtu dhe me eksperiencën që ka nga pas. Në anën tjetër, skuadra e Teutës me trajnerin Dobi që ka deklaruar se ky është një vit tranzicioni. Po I merr më të mirë në kësaj skuadre, domethënë po e shfrytëzon këtë hapësirë, duke qenë se tashmë duket shumë e vështirë që të arrijë Final Fourin, duke marrë në konsiderat distancën që është krijuar, duelin mes Vllaznisë dhe Partizanit, sepse nuk është një skuadër, janë dy ekipe për të arritur për të shkuar në finalet e kampionatit. Për ta lidhur pak edhe me episodin, tranzicionin, lëvizjet që bën skuadra, po arrin Dobi që të realizojë qëllimin e tij për të ndërtuar një skuadër për sezonin e ardhshëm. Shiko, Jurgen, ne kemi thënë për Elbasan shpesh që vjet ishte një ekip që po luante për të qenë në Final Four, ndërkohë sot është aty duke luftuar për vendin e parë. Ndërkohë para 2 vitesh ishte duke luftuar për mos rënë, ishte pikërisht një ekip që kishte ardhur nga kategoria e parë. Ndërkohë që Teuta ishte ekip që vjet po luftonte për të mos rënë nga kategoria dhe sot ishte një ekip që ishte pothuajse gjatë gjithë kohës aty edhe në luftën për 4 të parat. Kështu që mendoj që prandaj edhe trajneri Dobi e shën në këtë lloj mënyre. Në rastin që ne kemi zgjedhur është një ndryshim krau dhe Gurishta që tashmë është mbrojtës I djathtë dhe del dhe pikërisht shfrytëzohet ky rast nga ekipi I Teutës me Bocin në kraun e majt, I cili fiton gjithashtu edhe një duel 1-1, por në fund nuk arrin dot të fusë topin në zonë mënyrën e duhur. Një vitore e merituar e skuadrës Vllaznisë, mund të themi në prizma të përgjithshëm, ndërkohë që siguroi Final Four pikërisht sepse Dinamo City Ground tjetër nuk arriti dot që të marrë maksimumin ndaj Bylisit. Një pikë që I vlen shumë skuadrës ballshote, ndërkohë që Dinamo arrin të rikuperojë diçka dhe merr vendin e 4, ndonse në kohë të barabartë pikësh me Partizanin. Si duk ky duel mes një skuadre që garanton për titullin dhe një ekipi që lufton për mbijetesën? Mendoj që fusha e Bylisit është një nga fushat më të vështira për të luajtur në kampionatin shqiptar për çdo ekip. Dhe megjithse për mënyrën se si shkoi ndeshja, mendoj që ishte mirë për Dinamon që dolën edhe me një pikë, sepse ishte realisht përballë nuk shkoi në mënyrë më të mirë për ta. Normalisht tani mund të quhen edhe 2 pikë të humbura sepse edhe patën pak fat që Partizani u mund me Elbasanin 13-0, por tashmë është koha që ata do duhet të rikuperojnë, ekipi Dinamos do duhet të rikuperojnë, ndërkohë që Bylisi po vazhdon luftën e tij, po vazhdon të mbrohet fort edhe të shfrytëzojë tranzicione pozitive përpara dhe të luftojë për të marrë pikë sa më shumë tjetër mundur krahasuar me kundërshtarët e vet. Një barazim 1-1 në stadiumin Adush Muca të qytetit të Ballshit, golet realizuar nga kamaradët e Kseira, teksa se takon statistikave të kësaj sfide, do të përcjellin pikërisht të dhënat e nxjerra. Expected goal 0.21 ekipi Bylisit, 0.71 ekipi I Dinamos, gjuajtjet dhe në port 4-1 për vendasit 13-3 për Dinamon, mbajtja e topit 31% me 69 në favor të nëndecës blu, duelet e fituarat 98-89, goditje nga këndi dhe gjuajtje asnjë për ekipin e Bylisit, 8 port pa konkretizuara tek ekipi I Lirdajës, duele errore 21-10, faula 14-12 dhe topat e rikuperuar 57-71. Një sfidë që duket sikur ka qenë shumë e kujdesshme. Të dyja skuadrat nuk kanë dashur që ta humbasin sfidën, mendoj. Dinamo kishte provuar diçka më shumë sigurisht, por prapse jo aq shumë sa për të marrë dhe fitoren. Dhe ajo çfarë më bëri mua përshtypje në këtë rast ishte se ekipi Dinamovit pati edhe shumë korne dhe nuk arriti dot që ti shfrytëzoj asnjërin prej tyre për ta çuar në port, pavarësisht se provuan me skema të ndryshme. Ndërkohë që Bylisi nuk pati asnjë në dispozicion. Për rastin e parë që kemi përzgjedhur, do të kërkoj një koment paksa më të detajuar për autorin për Ndrecën. Për Ndrecën, për autorin e rivënjes anësore, pikërisht për Ndreca I cili luan dhe me Shqipërinë U21. Duket sikur e ka këtë cilësi të shërbej asist, po e konsideroj direkt nga rivënja anësore, sepse edhe në Uzbekistanin ishin 2 situata nga për Ndreca, të cilët sollon golat ndaj skuadrës së Uzbekistanit vetëm pak javë më herët për Shqipërinë U21. Është një cilësi që ky futbollist e ka, si e vlerëson si element? Mendoj që në vendet nordike do ta adhuronin për Ndrecën, se është vendi që e kanë sjell më shpejt, dhe është pikërisht ky rast, që është pikërisht një cross në zonë dhe cross për kamera dhe arrin të shënoj pikërisht lojtari Bylisi, ndërkohë që për Ndreca më merr keq me thënë drejtën për kartonin e kuq që mori,
por është një lojtar i cili di ta bëjë mjaft mirë këtë gjë, pra këtë rivënien anësore të gjatë, dhe është diçka që ekipet po e përdorin shumë edhe jashtë, sepse tashmë ne kemi thënë që çdo gjë në futboll ka rëndësi të madhe, dhe rivëniet anësore janë gjithashtu pjesë e tyre, kështu që komplimente dhe shpresoj që të kthehet dhe më i fortë dhe të vazhdoj të luajë mirë në fushën e lojës. Sigurisht ka ende shumë javë deri në fund, kanë ngelur dhe 5 takime për secilën skuadër, ndërkohë se takon kësaj sfide. Beson se Byli e kishte menaxhuar, e kishte përgatitur shumë mirë këtë sfidë, e kishte studiuar kundërshtarin për ta lidhur edhe me episodin pasues, për mënyrën se si e kishte përgatitur sfidën për të reaguar në momentin që kundërshtari bënte pressing, kishte topin zotrim. Po, mendoj që pavarësisht se Byli është për shembull një ekip që gjithmonë ne kemi thënë që qëndron në blok të mesëm dhe do të qëndrojë aty. Megjithatë këtë rast pam diçka që nuk ndodh shpesh te ekipi ballshot, që ishte një kundërpressing, nuk e di a ishte i planifikuar ose jo. Megjithatë lojtarët ishin aty dhe u munduan me 3 lojtarë me njëherë që të shkojnë tek porta e Dinamos, por Dinamo ka një portier që di të luajë mjaft mirë me këmbë dhe arrin të dalë shpejt me pasime me një takim nga zona kundërshtare dhe arrin që të krijojë, le të themi, nuk e krijoi dot rastin e rrezikshëm, por arrin të krijojë një dalje mjaft mirë nga ky kundërpressing. Tekse nga ana tjetër rivëniet anësore duket sikur janë kthyer në një element të fortë, e përdorin shumë shpesh skuadrat për të krijuar episode. Dhe Dinamo arriti që të krijojë një situatë nga një rivënie anësore. Po, dhe mendoj që nuk e di ishte spontane apo ishte studiuar, po mund duk si diçka e studiuar. Ishte një vendosje e Vilës që arriti të marrë topin edhe të fusë me një top në thellësi, cila nuk u shfrytëzua dot në mënyrën e duhur, po topi ishte pak më i fortë se ç'duhet. Ndërkohë, për të shkuar te goli i skuadrës Dinamos, vërtet një aksion shumë i bukur, i ndërtuar nga ekipi i Lirdajës. Si e komenton këtë gol të realizuar nga nëndetësia blu që vleti jo pak, sepse e shfrytëzoi dhe hapin e gabuar të Partizanit, që do të luante më vonë. Po, është një gol që realisht unë e thamë edhe në fillim, i vleti shumë edhe për mënyrën se si shkoi ndeshja, dhe mua më pëlqeu gjithashtu dhe mënyra se si erdhi, ishte futboll i bukur dhe ishte diçka që e shohim shumë shpesh edhe në futbollin modern, krijohen ato figura gjeometrike, le të themi, në këtë rastin e Dinamos u krijua një trekëndësh aty në krah dhe u krijua gjithashtu edhe avantazhi 3-2, të cilin do ta shohim pikërisht tani. Në minutën e 82. Po, pas një qarkullimi, le të themi, të mirë, dhe shikojmë edhe ekipin e Bylisit që ishte i pozicionuar krejtësisht mbrapa për të mos pësuar gol duke marrë parasysh edhe minutat e fundit. Dhe këtu shikojmë trekëndshën pikërisht krijuar dhe lëvizje sepse nuk ndiqen edhe nga ekipi ballshot, me një top të futur në zonë mjaft mirë dhe golin e shënuar nga Dinamo Vitët që i vleti me 1 pikë. Një pikë që e përfshin në zonën Final Four të pak në momentin, ndërkohë që një duel fantastik u zhvillua në Elbasan Arena. Do ta konsideroj tillë për shkak të kronologjisë që pati sfida, sepse ishin 3 golet realizuar për skuadrën e Elbasanit, por për ta çuar ndoshta pak edhe në paralizën me sfidën mes Tiranës dhe Ignatias, edhe këtu nëse dikush nuk do të dinte rezultatin, por do të shikonte ato çka ka prodhuar ndeshja, do të ishte zhgënjur pak ndoshta nga rezultati, sepse Partizani prodhoi shumë, do të jemi realist në ato çka ndërtoi skuadra e Kërnajës në këtë 90 minutash. Prodhoi, por ka hasur probleme edhe javë të fundit me finalizimin, edhe nuk po arrin dot të dalin tek fitoret siç ishim mësuar ne, sidomos edhe në fazën e tretë, siç ishim mësuar në fillimin e vitit 2026. Megjithatë, ky është futbolli dhe ne e kemi përmendur shpesh gjithashtu që çdo ekip do ketë ato oscilacionet e veta, kështu që Partizani i mbetet vazhdoi të luftojë edhe të marrë pikët që do të i shërbenin për të hyrë në zonën Final Four, dhe pse jo më vonë me hapat e gabuara të ekipeve të tjerë, ndoshta ata mund të kërkojnë të luftojnë për titull. Një fitore 3-0 për skuadrën e Elbasanit që luajti për shumë minuta me 10 futbollistë, golet realizuar në këtë sfidë nga Xegomesh, Cage dhe Kasa, 2 golat shënuar në fund, njëri prej të cilëve do të jetë në lupën tonë pak më vonë, ndërkohë që sa i takon gjuhës së shifrave, statistikave që rezervoi ky 90 minutësh mes skuadrës Partizanit dhe Elbasanit ishte në një farë mënyre i ekuilibruar në pjesën më të madhe të saj.
Ishte ekuilibruar, megjithse Elbasani normalisht kërkoi të shfrytëzonte ato tranzicionet pozitive më shumti, por pati gjuajtjet e veta në port. Por ky është futbolli, edhe nuk kishte më se çfarë për gjykuar normalisht, sepse edhe kur luajnë ekipet 11-10 gjithmonë është e vështirë. Kështu që edhe rezultati vetë në fund ishte surprizues. Megjithatë nisi shumë vrullshëm. Që minutën e dytë ishte një episod që në një farë mënyrë mund kishte sjellë ndryshimin e rezultatit me Elbasanin, që donte të tregonte gjithë forcën, gjithë karakterin në këtë përballje ndaj një rivali që garantonte për të njëjtin objektiv, për të marrë Final Four apo jo. Po, dhe ishte gjithashtu dhe një fitore që i duhej dhe për të mbajtur atë diferencën e ulët me Vllaznin, që u shkëput, le të themi, nga Ignatia që humbi me Tiranën, ndërkohë që Elbasani arriti që të mbajë aty diferencën edhe të jetë sa më afër. Këtu ne kemi munduar të marrim aksione pak nga fillimi i ndeshjes, duke marrë parasysh që ndeshja ishte 11-11, dhe shikojmë pas një qarkullimi dhe një ndryshim krau nga ana e Elbasanit, shikojmë Lilën i cili futet, nuk bën mbi pozicion, po futet bën një prerje në pak më në qendër. Topi hapur mjaft mirë për Lejthia në krah dhe Lila që pas kësaj vendosje arrit të krijojë një rast mjaft mirë dhe pas një kombinimi me një nga shokët e ekipit. Ndërkohë që minutat e para ishin vërtet shumë të rrullshme, në minutën e 14 nis gjithçka nga një rivënje fundore për skuadrën e Partizanit, e cila më pas prodhon një situatë të rrezikshme. Edhe Partizani vijon të jetë në atë ritmin e ndeshjeve pozitive, prodhon futboll, arrin të ndërtojë, arrin të krijojë. Si e ke parë këtë periudhë dhe a beson se do të jetë momenti më delikat i skuadrës kuqe, duke qenë se tashmë është në një situatë ku ka dhe presione, sepse gjërat kanë shkuar mirë dhe ndoshta në fillim kur Kërnaja mori skuadrën, pak kush mund ta kishte menduar se do të arrinte që të bënte gjithë këtë kapërcime të ishte para Dinamos deri javën e shkuar. Mendoj që për shkak të curisë që ka pasur ekipi, mendoj që dhe duke marrë parasysh se si u nis sezoni, nuk mendoj që kanë arsye për të qenë negativ. Mendoj që duhet të jenë mjaft pozitiv qoftë me qasjen që i ka dhënë edhe trajneri i skuadrës. Janë duke hasur problemi, mendoj që pati dhe Dinamo për pjesën më të madhe të sezonit, sepse dhe Dinamo ka prodhuar futboll dhe Partizani prodhon futboll, por nuk arrin do të finalizonin dhe të ishin cinik në momentin e dur. Një nga rastet që ne kemi zgjedhur ishte mjaft interesante për tu analizuar, ishte pikërisht një nisje nga rivënia fundore dhe shikojmë Çakën që ka zbritur në një linjë me portierin dhe kërkojnë të krijojë një situatë 4-3 dhe shikojmë krahun e djathtë të Partizanit, i cili është krejtësisht i boshatisur dhe është pikërisht se si shfrytëzohet edhe ky rast, si Dibe shkon sulme thellësin dhe menjëherë krijohet ai rast që fatkeqësisht për ta nuk u konkretizua me gjuajtje në këtë moment, sepse përndryshe do të ishte me mjaft rrezik edhe për Elbasanin. Po janë pikërisht to rastet që ne themi, që duhen shfrytëzuar dhe për të marrë më të mirë. Për të marrë rezultatin që dëshirojmë gjithë, konkretisht skuadra e Partizanit për veten e saj. Në anën tjetër, kartoni kuq ndikoi në ecurinë e sfidës, sepse i prishi pak ekuilibrat për Gvozdenovic, na tregoi pak si ishte vendosja, si u pozicionua skuadra e Elbasanit pas kartonit në këtë kuq në pjesës parë në fillim. Po, edhe fillimisht ishte një vendosje, le të themi 4-4-1 nga ana e ekipit, e theksoi edhe vetë trajneri në intervistën pas ndeshjes. Elbasani ka treguar gjatë gjithë sezonit që është ekip që ditë mbrohet, është ekip që mbrohet fort, pikër 1-4-4-1 pikërisht, dhe ekip që ditë mbrohet është agresiv, por është një sfidë më vetë të mbrosh me 10 lojtarë dhe sidomos kundër një ekipi që është mjaft i rrezikshëm kur është aty përpara. Këtu shikojmë edhe Çakën që është hapur pak në krah në organizimin e lojës dhe shikojmë hapësirat boshet në zonën e Elbasanit, që është pikërisht edhe aty mes linjave, por lëvizi sumuesi në momentin e fundit dhe gjithashtu kishte një hapësirë në krahun e djathtë. Megjithatë këtu pas një gabimi në nisje në tranzicion të ekipit të Elbasanit, krijohet menjëherë një portë në rastin e verdhë-blu, në rastin e portën e verdhë-bluve që nuk shkoi drejt portës për shkak të bllokimit nga ana e mbrojtësve. Partizani vijon të vuaj në goditje standarde, pas sfidës me Teutën ku ndëshkuan 2 herë, patën dhe një tjetër episod, edhe ndaj Elbasanit ishte një moment i favorshëm për skuadrën e Gvozdenovic, që duket sigurisht kishte analizuar mirë këtë pjesë. Mendoj që po, sepse ishin disa raste që ishin 2 raste më duket që erdhën rresht pas goditjeve standarde në portën e Partizanit, është një problem që të kuqtë kanë hasur gjithashtu edhe në javën e fundit me Teutën sidomos. Tu shikojmë lëvizjen e ekipit të Elbasanit dhe
një lojtar që shkrejtësisht i boshatisur në hyrje të zonës. Pikërisht Sage, mendoj që ishte një skemë planifikouar mirë, sepse ishte 2 herë që ky lojtar që ishte bosh dhe gjithashtu nuk arriti do të konkretizohej nga ana e verdhëbluve. Një skuadër që luan me 10 futbollistë minutët e fundit natyrisht që do të kërkojë të ruaj rezultatin, mbrohet me forca të shumta, por në anën tjetër ai ishte strategjia e dur e Partizanit për të produkuar me harkimet, me topat e gjatë, kursimet drejt zonës për të ndryshuar diçka. Po mendoj që po, sepse edhe për mënyrën se si po mbroi Elbasani, që pastaj e pam ishte një 6-2-1 u bë praktikisht, mundohej të gjente hapësira drejt krave dhe për të sumuar me sa më shumë lojtarë në zonë, duke marrë parasysh që dhe verdhëblut ishin me 11 lojtarë brava, këtu shikojmë pikërisht vendosjen e ekipit të Elbasanit. Edhe nga ky rast gjithashtu erdhi dhe një nga rastet më të rrezikshme të Partizanit gjatë ndeshjes, që ishte pikërisht një travers që do ta shikojmë në këto momente dhe shikojmë 4 lojtarë me njëherë në zonën e Elbasanit, por mos thon 5, dhe goditja që erdhi pasi fituan topin e dytë, që ishte një travers që mund ndryshonte edhe fatin e ndeshjes, sepse me një barazim 1-1 kishte akoma edhe pak minuta për të luajtur dhe gjithçka mund të ndodhte. Gjithçka mund ndodhte dhe mund të ishim duke folur për një tjetër histori, sepse një gol bën diferencën, jo më në një sfidë ku luan me një futbollist më tepër se sa kundërshtari. Megjithatë, ato çka nuk e bëri Partizani edhe për mungesë të fatit, do të thënë edhe kjo, realizoi skuadra e Elbasanit. Madje goli i dytë i shënuar nga Cage është përzgjedhur dhe si goli më i bukur i kësaj jave. Më shumë sa për realizimin është mënyra ndërtimit të aksionit. Po, sepse ishte një kundërsulm mjaft i mirë nga ana e ekipit të Elbasanit, që pavarësisht siç edhe ti Partizanit i mungoi disi fati, por edhe Elbasani ka treguar shumë personalitet në këtë përballje, që është mendoj gjithashtu edhe merite trajnerit Vozenović, që i ka dhënë identitetin e vet ekipit. Këtu shikojmë që pas krosimit të Partizanit, shikojmë 2 lojtarë me njëherë që pasi shohin që fitohet topi nga ana e Elbasanit, dhe është një tranzicion që krijohet 3-2, dhe në minutën 88 shikosh 3 ose 4 lojtarë që sulmojnë në këtë lloj mënyre nga ana e Elbasanit, është realisht për të hequr kapelen, sepse tregon të dëshirën që ekipi kishte për të marrë fitoren, megjithëse ishte për diku të 70 minuta e 65 minuta me një lojtar më pak. E menaxhuan mjaft mirë, me shumë qetësi, madje përtej superiorit numerik arritën që të ruajnë atë momentin e tyre për të realizuar dhe golin e qetësisë, për të faktit që në kohën shtesë më pas realizuan dhe një gol tjetër. Tashmë situata është shumë interesante, të ekuilibruar si në garën për Final Four ashtu dhe për mbjetesën. Në vijim na pret java e 32 e A Biznes Superiores. Do të luajnë 4 takime ditën e shtunë, 1 ditën e diel dhe më pas përsërit mërkurën për të analizuar atë çka do ndodh gjatë kësaj fundjave. Si e pret këtë javë të 32? Do jetë javë fort, do vazhdoj të jetë njësoj si javët që ne kemi parë si javët e fundit. Nuk mendoj që nuk do përjashtohen as surprizat, megjithatë shikojmë se si do të menaxhojnë ekipet dhe ato vazhdojnë të curin për të përballur më tej. Do të luhet të shtunën në orën 16 Ignatia Flamurtari, Vora Vllaznia paralisht gjithashtu, ndërkohë që në orën 19 Dinamo City Tirana dhe Teuta Elbasani për të mbyllur javën e 32 me takimin e së dielës në orën 19 mes Partizanit dhe Bylisit, cilën sfidë do të veçojë si më interesante. Besoj se bien të njëjtin ide për derbin e kryeqytetit. Po, mendoj që po, sepse edhe një ekip po luan për Final Four, edhe një ekip që për mos rënë në kategoria. Tirana që është në formë shumë të mirë. Mirë, edhe Dinamo që është zgjuar disi, edhe do mundohen bëse të dyja të bëjnë atë futboll në vetë, dhe do kemi raste shumë interesante për të analizuar gjatë javës së Po mos t'ja marrim vëmendjen javës së ardhshme, ndaj e mbyllim këtu këtë episod të analizë superiore. Kemi ardhur në fund. Falenderoj shumë Xhan, gjithmonë kënaqësi dhe shijojmë maksimum këtë interpretimin tënd në lidhje me episodet që ne përzgjedhim. Është kënaqësi gjithmonë të jemi bashkë dhe të shikojmë dhe të shikojmë këto ndeshje të nga Biznes Superiore në një këndvështrim pak më ndryshe, le të themi. Duke ju falenderuar që ishit me ne, do të ndajemi këtu, do të shihemi sërish javën që vjen. Deri atëherë, mirë takofshim. Mirupafshim.